Në ditën kombëtare të bosnjakëve, ky popull rikujton identitetin, rrënjët, kulturën dhe gjuhën e tij. Spari na kur se kemi luftuar mes vetit. Po dojmë me thonë ose s'dojmë me thonë, na kemi feja përbashkët. Se që shumë njerëzat tanë kanë marrë pjesë, jo vetëm si ushtar, jo vetëm si përkrahës, por edhe në propozita. Nuk na kanë marrë neve, nuk na kanë llogaritur si komuniteti veçantë, sepse na kanë dash e na kanë thonë, ju keni qenë serb, vetëm keni kaluar në islam, tash jeni musliman. A na kemi met gjithmonë, që kemi qenë ma herë, me thonë drejtët fejes. Feja na ka mbrojtur. Ishte shumë e bukur kur fillut me folë për fe, është nisi ezani. Bosnjakët njihen për kokëfortësi. Janë kokëfort, janë të vendosur shumë, edhe shumë nuk e ndajnë rrugën dëshme që thonë ka qenë era. Janë shumë të vendosur, dy kam tokë. Edhe tash jemi të ndarë në 3 pjesë në parlamentin, me thonë kështu, edhe me thonë të drejtë, ma shumë punojnë të 3 kundër njëri tjetrit, se sa punojnë për interesit bosnjak. Edhe po ashtu na atë ditë e ngritem, do më thonë, bajraku jonë. Edhe bajraku e Kosovës. Nuk është lek të flasish për bajraku. Në Bosnë na kanë thonë, ju në Kosovë do të merreni këto libra. 99-ës, të cilat janë të shkruar me gjakue shehidëve e Bosnës. Do më thonë, se mos të jetë bosnjakët në Bosnë, dhe mos të ekziston shteti Bosnës, shteti janë për të gjithë bosnjakët, sot na si bosnjakës kishim përjetuar edhe. Kjo që do zgjuam bashkë tash, nuk ishte një rrëfim personal, por rrëfim i një populli.